pyetjen. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ndaj unë, Marcel, të ftoj të përdorish votën tënde sipas vullnetit që ke, ose të marrish pjesë në të gjithë garat e kësaj partie. Pra, edhe njerë, në kushtet të diktaturave autoritare, largimi nga misioni, qëndrimi në opozit është një mision, dhe largimi nga misioni bëhet vetëm nëpërmjet votës. Laer Durmishi, doktor, ka pasur reagime të shumta në lidhje me takimin